Në Korçë u zhvillua aktiviteti Njeriu dhe teknologjia me pjesëmarrjen e nxënësve të gjimnazeve, që synonte të nxiste diskutime mbi ndikimin e teknologjisë në jetën e njeriut dhe në të ardhmen akademike e profesionale të rinjve. Qëllimi i këtij takimi ishte të krijojë një hapësirë për reflektim dhe ndërgjegjësim mbi përdorimin e teknologjisë dhe inovacionit në mënyrë të shëndetshme dhe të përgjegjshme. Kjo bëhet në kuadër edhe të ditës botërore të filozofisë, e cila po afron, por njëkohësisht çështje shumë delikate edhe vetë filozofisë njerëzore, qoftë në kuptimin ekzistencial, qoftë dhe në atë të, le të themi, operativ ose të mënyrës se si njeriu do të gjejë veten e tij formën profesionale në të ardhmen, është dhe marrëdhënia e njeriut me inteligjencën artificiale sot, që është dhe kulmi i teknologjisë. Filozofia është në rrënjë të mendimit, në rrënjë të diskutimit, dhe ndryshimet që po sjell teknologjia në shoqëri, patjetër që i takon detyrë filozofisë që ajo të analizojë, të reflektojë dhe të jap, si të thuash, ose të nxjerrë problematika të cilat kërkojnë të marrin një plan zhvillimi dhe një plan orientimi për shoqërinë e të ardhmes. Përgjigjja qëndron në ekuilibër dhe mënyra më e mirë për ta ruajtur këtë ekuilibër është të mos ndalojmë së reflektuari, së pyeturi, sepse për sa kohë që njeriu do të kërkojë kuptim, asnjë makinë nuk mund ta zëvendësojë. Aktiviteti u organizua nga Qendra për Hapje dhe Dialog në bashkëpunim me Universitetin Fanoli dhe Qendrën Rinore Korçë, duke ofruar për të rinjt mundësi për të diskutuar sfidat dhe përfitimet që sjell teknologjia në epokën moderne.